Në këtë edicion do të ndihni. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti në paraditën e së dielës kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në kryeqytet. Rreth 20 hektar me pisha halore që shtrihen përgjatë rrugës kryesore që shpihen në qafë të Morinës janë të rrezikuara nga insekti Pneumatipia parta, sëmundje kjo që po i than dita ditës. Krahasuar me vitet e kaluara, numri familjeve që kërkojnë ndihmë në organizatën Kryqi i Kuq në Gjakov është shtuar dukshëm. Mirë po nuk kanë munguar as donatorët. Përkundër vështirësive, kjo organizatë po ja del të menaxhojë mjaft mirë me situatën aktuale. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti në paraditën e së dielës kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në kryeqytet. Nga aty u kujtua trimëria dhe sakrifica e dëshmorëve, ku edhe u theksua se të rënët për liri do të kujtohen dhe respektohen përherë. Krerëve institucional ju kërkua nga familjarët që gjatë qeverisjes të rregullojnë varet e gjithë secilit dëshmor. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në kryeqytet. Pas homazheve, Osmani është shprehur se fal sakrificës sublime të dëshmorëve, populli shqiptar gëzon lirinë. Ai shtoi se në ditën e dëshmorëve të Prishtinës duhet ju ftlitet gjeneratave të reja për trimërinë e dëshmorëve të cilët ranë për të mbrojtur Kosovën. Ne duhet të flasim brezave të ri, gjeneratave të reja, për trimërinë e dëshmorëve të Kosovës, dëshmorëve të cilët si pjesë e luftës sonë çlirimtare, si pjesë e UÇK-s, ranë duke mbrojtur Kosovën, ranë duke treguar se sakrifica për liri, sakrifica për atë dhe, është dashuria më sublime që mund ta ketë një njeri. Prandaj edhe sot i përkujtojmë të gjithë ata, duke ja përkujtuar po ashtu vetvetes se udhërrëfyesi më i ndritshëm për secilin prej nesh është pikrisht rruga që e ka ndërtuar secili dëshmor i cili ka rënë për atë dhe. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se liria e popullit dhe pavarësia e Kosovës nuk do të ishte e mundur pa sakrificën e dëshmorëve. Ai tha se pjesa më e lavdishme e historisë së re të Kosovës është lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sakrifica e tyre qëndron e palëkundur në themelet e shtetit tonë. Pa sakrificën dhe rënien e dëshmorëve nuk do të ishte e mundshme liria e popullit tonë. E as shtetësia, as pavarësia e vendit tonë. Kështu që sa të ketë gjallë kom shqiptar, ata do të nderohen e do të respektohen gjithmonë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti para mediave tha se dëshmorët e kombit e bashkojnë popullin. Luftuan për liri dhe ranë heroikisht që të ngritet edhe kauza jonë e më pas të vinë çlirimi, liria dhe pavarësia. Andaj ne rikthehemi në këto vende në mënyrë që t'i kujtojmë ata e t'ja përkujtojmë vetes çmimin e madh që ka paguar populli ynë me gjakun e vet për lirinë e pavarësinë që i kemi sot. Krerëve institucional ju kërkua nga familjarët e dëshmorëve që të rregullojnë varret e të rënëve të mos jenë vetëm premtime, sikurse bën qeveritë e kaluara. Njëri nga familjarët, derisa i kërkoi Osmanit, Konjufcës e Kurtit që të rregullojnë varrezat, theksoi se kjo qeveri është e shpresës. Qeveriet deri tashme i kena po, qeverinë e juaj se kena po hala. Edhe po besojmë që keni me pas konsiderat me konë gjitha vorët njëjta. Se dëshmorët janë gjithë njëjtë, nuk është dikosh më i lartë, dikosh më i poshtë. Këta gurt që kanë rreq dikosh ka bohile. Rreth 20 hektar me pisha mahalore që shtrihen përgjatë rrugës kryesore në qafë të Morinës janë të rrezikuara nga insekti Pneumatipia parta, sëmundje kjo që po i than dita ditës. Banorët e këtushëm dhe ekspertët e pylltarisë thonë se nevojitet urgjentisht që institucionet nga niveli qendror të marrin masat e duhura dhe të parandalojnë shkatrimin total të kësaj pasurie pyjore.
Dëmi është i madh, por shkaktari është i vogël, madje mund të matet me centimetra. Gjithë këto pisha që shtrihen përgjatë rrugës kryesore që shpihen në qafë të Morinës, i thau insekti pneumati piaparta, i cili në to ngriti fole. Bëhet fjalë për një hapësirë rreth 20 hektaresh me pisha halore. Gjithçka që vëret është se kjo sëmundje është përhapur me shpejtësi, duke dëmtuar pishat deri në tharjen e plotë të tyre. Banorët e fshatit Morin, të cilët janë të lidhur emocionalisht me këto pasuri, janë shumë të shqetësuar nga kjo sëmundje. Ndërta është edhe profesori Isa Eleza, i cili njëherësh është edhe biolog me profesion. Ai thotë se organet gjetëse duhet të mbrojnë këto pisha të cilat po thahen dita e ditës. Ne jemi të gatshëm si fshat, si banorët të Morinës, jemi shumë të gatshëm me dhënë edhe kontributin tonë. Çfarë do të qoftë që me shpëtu këtë brez të pishave. Se kjo është një pasuri të cilën nuk mund ta kompensosh nesër mas nesër me para dhe me investime të reja tjera. Këto janë natyrale dhe nëse këto thahen atëherë do të jetë shumë problem që me bën ripërtritjen e tyre. Prandaj edhe një herë kishim bërë thirrje që autoritetet e Republikës së Kosovës të veprojnë në mënyrë emergjente, sa më shpejt që është e mundën, për të shpëtuar këtë brez të këtyre pishave. E për gjendjen e krijuar në terren, ekspertët e pylltarisë mendojnë se mënyra më efikase për trajtimin e këtyre pishave nga kjo sëmundje është metoda mekanike. Është dashur që të priten degat anash, kurse aty ku është kë lartësia, po edhe ku është pipi, të thama për llastari kryesor, aty duhet ajo që të shkatërrohet, duhet që të qahet dhe me qarjen e saj, apo me dëmtimin e saj, atë njëkohësisht e dëmton edhe ato folet, sepse nuk guxon t'i pritet ky pipi kryesor apo llastari ta quaj terminal kryesor, kurse këto tjerat priten me gërshon, ai material digjet. Kukala i thotë se nëse institucionet përgjegjëse nuk ndërmarrin masa urgjente, atëherë bimët rrezikojnë të dëmtohen krejtësisht. Të spore është dashur që instituti jonë, instituti i pylltarisë, po edhe përgjegjës tjerë të kësaj lamisë së entomologjisë, që të mirë njërë ta vërtetojnë vetë fazën e shumimit, ajo shumë e rëndësishme është, sepse po them në shifshim të parë, ajo që mund ta perceptoj edhe mund ta me kompetencë ta them, kemi të bëjmë një numër shumë të madh, domethënë të tyre, dhe po mund ta rrezikoj nëse ka, si po ka vërtet kushte të përshtatshme për shumim, mund të thaj një pjesë shumë të madhe të këtyre trupave apo të këtyre pishave. Krahas metodës mekanike ekzistojnë edhe metoda të tjera si ato biologjike dhe kimike, por që sipas ekspertit të pylltarisë janë më të vështira për të realizuar sepse janë më të kushtueshme. Sëmundja ka depërtuar një sipërfaqe shumë të madhe dhe ka shkaktuar dëm kolosal për këtë pasuri pyjore. Ky lloj insektit që po dëmton pishat është një fakt shqetësues prej vitesh, por vazhdon të mbetet i paluftuar dhe të përhapet çdo vit e më tepër. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratorët private me metodën PCR, si dhe laboratorët publike dhe private me metodën rapid janë testuar gjithsej 3501 mostra të marra nga SHSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në terren, prej të cilëve rezultojnë 364 raste pozitive. Në komunën e Gjakovës kanë dalur 29 raste të reja. Brenda 24 orëve janë raportuar 11 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Në sallën 1 tetori në Prishtinë të dielën deri në mesditë janë vaksinuar 103 të moshuar me sëmundje kronike, ndërsa për 3 ditë janë vaksinuar 827 persona me sëmundje kronike. Gjithsej janë vaksinuar 1180 të moshuar. Koordinatori i qendrës së vaksinimit në sallën 1 tetori Niman Bardhi ka thënë se për 3 ditë janë vaksinuar 827 persona me sëmundje kronike, ndërsa gjithsej janë vaksinuar 1180 të moshuar. Sot është dita e tretë me radhë sa i përket personave me sëmundje kronike të grup moshës 75 deri në 79 vjeç, që aktualisht deri në këto qaste që ne po flasim
Sot kemi 103 të vaksinuar, për dallim nga 2 ditë më pashme që kishme një fluks më të madh të njerëzve, por marrë në total nga data 8 ku kemi filluar me Group Motion mbi 85, pastaj 80, tani 75 mbi, aktualisht kemi 2333 persona të vaksinuar. Nëse referohemi vetëm pjesës së smurave kronik për këtyre 3 ditëve deri në këto qaste që ne po flasim, kemi aktualisht 827 persona të vaksinuar, përderisa të moshuar deri në këto raste kemi pas 1180. Shto pas numrin e disa profesionistëve shëndetësor dhe personave që janë në dializë. I moshuar i Muharrem Gashi tha se po ndihet mirë dhe nuk ka asnjë dhimbje pas marrjes së vaksinave. Për momentin mirë po ndjehna, kurfar ndryshimi s'ka, kurfar dallimi s'ka. Ndërsa Smajli Sufi theksoi se është e domosdoshme që të gjithë të vaksinohen. Ju kisha sugjeruar që ma shumë po vdesin ata që janë të vaksinuar se ata që janë vaksinuar. E dekasnalet nuk është ndonjë problem. Nëse 1000 apo 10.000 vetë ndodhin në rast apo 2 nuk është kur gjë, në krahasim me vdekjes apo ndodhin për çdo ditë. Të dielën deri në mesditë janë vaksinuar 103 të moshuar me sëmundje kronike. Krahasuar me vitet e kaluara, numri i familjeve që kërkojnë ndihmë në organizatën Kryqi i Kuq në Gjakovë është shtuar dukshëm. Mirëpo nuk kanë munguar as donatorët. Përkundër vështirësive, kjo organizatë po ja del të menaxhojë mjaft mirë me situatën aktuale. Organizata humanitare Kryqi i Kuq në Gjakovë angazhohet vazhdimisht për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve në nevojë. Mirëpo si në çdo institucion tjetër, edhe këtu janë përballur me sfida të ndryshme gjatë pandemisë. Sfidat me të cilat ballafaqohet Kryqi i Kuq në këtë kohë pandemie janë numri i shtuar i familjeve në nevojë, ndihmat jo të mjaftueshme për këto familje, rreziku nga Covidi për vullnetarët Kryqit Kuq, se gjitha ndihmat i shpërndajmë shtëpi në shtëpi. Tjetër kemi pezullimi i shumë aktiviteteve të Kryqit Kuq për shkak pandemisë. Krahasuar me vitet e kaluara, numri i familjeve që kërkojnë ndihmë është shtuar dukshëm, mirë po nuk kanë munguar as donatorët. Kemi pas të regjistruar parapërsisht 800 familje, e tani kemi të regjistruar mbi 2000 familje. Kërkesat janë të shumta, po ne mundohemi si Kryqi i Kuq me qenë sa më afër këtyre familjeve. Periudhën janar-mars i kemi ndihmu 120 familje, tu ju falenderu donatorëve. Bakia Loma tregon se për momentin janë të angazhuar në projektin zvoglimi i rrezikut në fatkeqësi në fshatin Lipovec të Gjakovës. Nga fundi i dhjetorit vitit kalum, deri në qershor, dega jonë jemi të realizu projektin zvoglimi i rrezikut në fatkeqësi. Ky projekt është i përkrahur prej agjencionit ndërkombëtar të bashkëpunimit i Japonisë JICA. Jemi të realizu në fshatin Lipovec. Aktivitetet cilat të zhvillohen në kuadër të këtij projekti janë trajnimet të komunitetit, janë krijimi i klubeve në fshat, domethënë në fshatin Lipovec, mandej është përpilimi dhe udhëheqja e projekteve nga vetë komuniteti i fshatit. Përkundër vështirësive, kjo organizatë po ja del të menaxhojë mjaft mirë me situatën aktuale. Në organizimin e Federatës së Bodybuildingut dhe Fitnessit në Kosovë, në Gjakovë është mbajtur gara Kupa e Kosovës dhe mbar kombëtare në bodybuilding, Men's Classic and Fitness, në kategorinë absolut në bodybuilding, kampion u shpall Granit Kuleta. Ndërsa në kategorinë Wellness Fitness femrat, vendi i parë fitoi Hana Bicuri. Në këtë garë pati edhe fitues tjerë të kategorive të ndryshme të këtij sporti, të cilët arritën të rrëmbejnë çmimet e para.
Ju sjellim edhe një informacion nga sporti tenisit. Eden Lota dhe Morihej Duraku të klubit Hot Shot nga Gjakova janë shpallur kampion të Kosovës për moshën deri 10 vjeç. Në turneun e parë të sezonës 2021 në nivel të Kosovës, pjesëmarrës ishin 26 garues nga gjithë Kosova, prej të cilëve 11 vajza e 15 djem. Klubin dhe Gjakovën e përfaqësoi denjësisht ekipi garues Eden Lota, Eli Duraku, Shuaib Myrta, Kaona Gjemi dhe Morihej Duraku. Edeni në turneun e tij të parë u tregua shumë i sigurt e i përgatitur dhe fitoi 4 lojë, duke u shpallur kampion i Kosovës në kategorinë e topit të kuq deri 8 vjeç. Finalja ishte dueli më i vështirë dhe emocionues, por në fund Morihej tregoi pjekuri dhe arriti të fitoj në 3 sete. Paraqitje shumë të mirë patën edhe Kaona Gjemi, Eli Duraku e Shuaib Myrta, duke arritur në vend të tretë. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa prej informacioneve më kryesore të këtij edicioni. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca dhe kryeministri Albin Kurti në paraditën e së dielës kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në kryeqytet. Rreth 20 hektar me pisha halore që shtrihen përgjatë rrugës kryesore që shpihen në qafë të Morinës janë të rrezikuara nga insekti Pneumatipia parta, sëmundje kjo që po i than dita ditës. Krahasuar me vitet e kaluara, numri familjeve që kërkojnë ndihmë në organizatën Kryqi i Kuq në Gjakov është shtuar dukshëm. Mirë po nuk kanë munguar as donatorët. Përkundër vështirësive, kjo organizatë po ja del të menaxhojë mjaft mirë me situatën aktuale. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, por më shumë vizitoni portalin syrivisvision.tv. Natën e mirë.